Në këtë shtëpi, në fakt, në këto saraje, në fshatin Zemblak të Korçës, ka fjetur në natën e tij të fundit në Shqipëri mbreti Zog. Në 7 prill të vitit 1939, në mbrëmjen e 7 prillit të vitit 1939, kur trupat italiane kishin zbarkuar tashmë në Durrës dhe ishin drejtuar Tiranës të bllokuara në urën e Shijakut, si dhe në disa prej porteve tjera kryesore të Shqipërisë, Zogu lëvizi nga Pogradeci drejt Korçës, nuk ndaloi në Korçë dhe mbrëmjen e datës 7 prill ai fjeti në këtë shtëpi, në fakt duket më shumë si një pallat që i takonte Gani Kullës, njërit prej mbështetësve të tij në fshatin Zemblak të Korçës. Ai qëndroi gjatë gjithë natës me shqetësimin që italianët mund të uleshin në aeroportin e Korçës dhe mund të tentonin ta zinin atë pra ta kapnin rob. Por italianët nuk kishin hyrë ende në Tiranë. Mëngjesin e 8 prillit të vitit 1939, ai lëvizi nga kjo rrugë në për të njëjtën gjurmë që sot të çon në doganën e Kapshticës, ku ishte momenti i fundit që ai shkeli në tokën shqiptare. Sipas të dhënave historike, ai mori me vete edhe flamurin e pikës kufitare të Kapshticës, duke shkuar drejt Greqisë, Fëllërinës dhe më pas në Stamboll, ku qëndroi një pjesë të madhe të viteve të para të luftës. Pikërisht në këtë shtëpi është nata e fundit që ai kaloi në territorin shqiptar.